Po, si tha kryeministri Rama, nuk ka pasur para deri më tani për barnat onkologjike? Dëgjojeni pak. Nuk kemi dashur ne që të mbulojmë gjithë barnat më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i rrisim pensionet më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i bëjmë më përpara shumë nga gjërat që po bëhen sot? Patjetër që kemi dashur, por nuk ka qenë mundësia. Jo, çfarë thot kryeministri nuk është e vërtetë, sepse para ka pasur dhe ne duhet të jemi të sinqertë. 4.3 milion euro kanë shkuar për kopshtin Eden te kryeministria që nuk ka asnjë vlerë publike dhe nuk dihet pse 4.3 milion euro nga taksat tona një ditë të bukur shkuan për ndërtimin e një kopshti të bukur, quhet kopshti i Parajsës, pra kopshti Eden. Ndërkohë 6 milion euro shkuan për satelitët, të cilët erdhën me premtimin se në Shqipëri nuk do të ketë më zjarre. Zjarre këtë verë pati sa u tund. Dhe 8 milion euro shkuan për palmat dhe për pishat, nëse keni kaluar më përpara tek rruga pra Tiranë-Durrës, deri tek mbikalimi i Kasharit, pati palma e më pas u hoqën palmat për të vendosur pishat. Dini sa kanë kushtuar? 8 milion euro. Në total 18.3 milion euro të dërguara tek kopshti Eden, tek palmat, pra tek pemët, edhe tek satelitët. Pra, lek ka pasur, por kryeministri i vendit, si personi i cili ndan buxhetin e shtetit, ka vendosur t'i çojë për këto prioritete.